2023 në një takim që ka organizu EU STEM Coalition ka fillu e gjithë këtë projekti ma. Çka është EU STEM Coalition? Është një rrjet i institucioneve, organizatave dhe të ndryshme të cilat promovojnë zhvillimin e fushave STEM. STEM është kjo të gjithë, shkenca, teknologjia, inxhinieria, anglisht dhe matematika. Ne kemi qenë të ftuar atë dhe nga ai vetë edhe Universiteti Kadrizeka bëhet antar i këtij rrjeti. Pra ne jemi antar parë nga Kosova. Këtu është mbajt një konkretisht vetëm për Ballkanin Perëndimor, për arsye se në Ballkanin Perëndimor kanë ekzistuar disa institucione që janë marrë me këto, por rezultate ka pas pak. Nga ky vetë ne antarësohemi këtu, është një rrjet i gjerë i cili është në bashkëpunim, është një instrument i Bashkimit Evropian ku kryen edhe hulumtime dhe hetohen cilat janë vështirësitë apo mangësitë çka mungesë në zhvillimin e gjithë bashkëm shoqëror dhe është konstatuar që zhvillimi i fushave STEM ka ngesë, prandaj këtu krijon mandej vështirësi të shumta, cilat ne ndoshta edhe në pjesën e fundit si konferencë, të cilën kërkojmë nga ju që të japni kontribut për me tregu edhe vështirësitë tona këtu në Kosovë, që do t'i bashkangjitim me to dhe të marrim masa mandej që të kemi një mirëqenie. Me një pjesë të antarëve të këtij rrjeti, në 2024 është përgatit një projekt STEM Europë, në të cilën edhe Universiteti Kadrizeka ka qenë pjesë e këtij projekti, pra përgatitjes analizave të shumta dhe është titullu, pra është projekt konkretisht financohet nga Bashkimi Evropian i tëri dhe në të cilin marrin pjesë siç më shefni këtu nga Ballkani Perëndimor vetëm ne jemi aty, ne kemi qenë të ndihmuar të marrim edhe një biznes, një ndërmarrje. Ne atë kemi zgjedhë ndërmarrjen në Kalabria për shkak se kryetari i këshillit ne që kemi në kuadër të Universitetit të Këshillit të Bizneseve ka qenë kryetari industriale, po, udhëtori fosh ashtu. Dhe ne e patëm komuniku, jemi njohur në atë më herët, ka kontribuar kemi pas bashkëpunim me organizime të ndryshme siç është konferenca kështu me radhë dhe me gjithë dëshira dhe kam pranuar që të jenë partner i joni dhe janë antar tjerë janë dy nga secili vjen nga dy. Një është Institut Arsimon, njëri është industri. Nga Italia, Turqia, Italia, Holanda, Gjermania dhe Suedia. Ne do ta kemi tani një takim me të gjithë këta partnerë, që do të 30 në Kosovë, nga 18 deri 20 nëntor. Organizimin do ta bëjmë këtu në universitet dhe do të shpalosur përveç tjerave edhe ato të cilat ndërmarrjet tona potencojnë se çka është e rëndësishme, çka është pengesë dhe çka ka nevojë. Sepse universiteti konsiderohet duhet të jetë në shërbim të shoqërisë, në shërbim të ndërmarrjeve, sepse ndërmarrjet janë bazë kryesore të zhvillimit ekonomik. Pa një zhvillim ekonomik, nuk do të kemi as arsye, as mjek, as mësues, as punëse, as mjete për me ekzistuar kështu me radhë, ju e dini nga më mirë për një arsyetues për rektori na jam. Në kuadër të këtij projekti, si qëllim është ndërtimi i një qendre të ekselencës profesionale. Në një agjendë që këmë dërgu këtu në nështë, kemi qenë profesioneve ekselente, tash ne me përkëthy fjallën nështë të matë përshtatshme në gjuhën shqipës ju është dhe përkëtej, por me që dhe në fund ne kemi në shkruaj që është qendra ekselencës profesionale, në kuptimin që janë disa profesione, konkretisht nga fushat STEM, nga integrimi i fushave STEM, të cilat janë paraqitur si nevojë e ndërmarrjeve, e firmave. E tash ne kemi ekonomista diplomum, inxhiniera diplomum, e kështu me radhë,
por kur do të probleme që kemi konkret atë, do të në thirrë një prej Selamikut, apo prej Novisadit, apo prej Italis, apo prej Komoditari. Pra, edhe qëllimi jonë është që me anë të kësaj qendre, ne ju mundësojmë, fillimisht nështë me mundësi më të vogla, por ne mendojmë në perspektivë që Kosova të ketë një qendër të cilët do të mund duhet që ke profesionist. Neve edhe ashtu, nga Agjencioni i Akreditimit, çdo herë kërkohet, a janë nevojat për një program, për shembull, kur aplikojmë, a ka nevojë industria për atë profesion apo jo, shoqëria ka për atë profesion nevojë. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të jemi bashkëpunim me juve, me të gjithë ndërmarrësit, po edhe me segmente tjera të shoqërisë, në mënyrë që ti shërbej shoqërisë për të mirën e saj. Prandaj, qendra e ekselencës profesionale nuk do të jetë vetëm me kapacitetet tona të universitetit të këtu, po ne do të financohemi për 3 vite, nga se projekti është 4 vite, po jo veç këtë, kemi edhe projekte të tjera, të cilat do të përcjellin këtë trend dhe këtë qëllim derisa të realizohet në një mënyrë më të kënaqshme. Sigurisht që ne nuk do të mund me një herë i plotësojmë gjitha nevojat e ndërmarrje. Por vitin e ardhshëm, një vitin tjetër, një e kështu me radhë, por gjatë sa zhvillohet projekti, ne do të kemi mundësi që për specifika të ndryshme, punëtorët që kemi në dispozicion, t'i aftësojmë. Do një që ju jam përmendja që mund të ka interesim dhe ka interes që të trajnohet, të themi trajnim edhe pëse trajnimi pak të na zbo fjallë jo shumë e këndshme, sepse shumë po trajnohen në rezultat kemi pak, dhe ato do t'i trajnohen pikërisht në këto institucione. Këto pra janë zakonisht kompani serioze, në Itali, në Shvedi, në Gjermani e to, të cilat atje do të kryet një trajnim, një praktik konkrete, disa javore, me qëllim që kur të kthehet këtu, ai do të aftësohet për me përdorë që shpërdoret një maqinë, se sigurisht teknologjia, pajisjet teknologjike që ju i keni, zakonisht janë problemi i Evropës. Dhe ato do të implementohen suksesshëm edhe në punën e juve. Kjo është vetëm një prej segmenteve të cilat e ne shijojmë. Prandaj, unë kam dërin që sot ta hapim apo ta fillojmë punën e kësaj qendre, në të cilën pjesë aktive, pjesë substanciale do të jeni ju, përfaqësuesit nga ndërmarrjet të cilat përdorin teknologji të shumta, po edhe të tjerët kolegë, se në shtenë nuk kemi mujtë me thirrë të gjithë, për shkak ju i keni obligimet e juve, ju i keni synimet e juve, ju i keni sfidat e juve, edhe në fusha tjera, por ne ato që ka mujtë me bo, po më dobi me bo tash. Ato që ka kada. Në anën tjetër, në mars të vitit, këtij viti, gjatë qëndrimit delegacionit tonë, ku ishte edhe rektori Artanbermaku në Hag, Bashkimi Evropian ka lansu strategjinë e zhvillimit të fushave eksterne. Dhe sipas asaj strategjie, do të kemi reformim të arsimit, do të edhe në arsimit fillor, mesëm, edhe universitar. Pra do të pason sidomos të marrë parasysh zhvillimin e inteligjencës artificiale. Prandaj, na ndihmoni, t'ju ndihmojmë, na ndihmoni edhe ju neve, edhe ne juve bashkërisht, sepse ne synojmë Bashkimin Evropian, ka plot kompani ndërmarrje të mëdha, është një përmendje më ana i dini më mirë, të cilat mund të janë gatshëm me raporte, fabrika në Kosovë, por sfida e parë, sipas ulëtimeve që i ka bërë, është nuk kemi kapacitete humane, njerëzore, të cilat dinë me i implementuar, me i prodhuar. Si shembull konkretisht në bisedë lirë më shton që
nëse ne e bëjmë një fabrikat, e investojmë në drejtshëm kretë rregullohet kretë. Atash, nëse ne punëtor nga Gjermania duhet me punu në fabrikë, a keni ju kapacitet? Unë e këmë thonë kemi, por nuk mjafton vetëm me thonë kemi, duhet të argumentohet ajo. Ne kemi institucione të cilët përgatitin kuadra të tilla. Cilat janë institucione që përgatitin kuadra të tilla? Janë kjo që po dojmë me borë, për shembull në UKZ do të hapet disa profile të cilat do të plotësojnë nevojën e ndërmarrjeve. Ju e di që normalisht nuk pritni shumë prej neve, po unë po ju tham, po ju ftoj që ne mund bëjmë shumë më shumë se sa që mendoni për ju, sepse është interesi tonë. Interesi se përbashkë. I ju është interesi i përbashkë.